Ashtu siç edhe ju ishit në dieni, sot në orën 11 ishte caktuar nga gjykata e apelit posaçëm për të zhvilluar seanca për revokimin e masës sigurimi ndaj për presidentin zotin Meta. Ne shkuam në seancë, ishim njoftuar nga sekretaria dhe kryesekretaria e gjykatës dhe normalisht pasi u bë legjitimimi i palëve, ne konstatuam që në njoftimin ton nuk ishte cituar, pra nuk ishte shënuar emri gjyqtari. Dhe në kuptim të kësaj dhe presidenti nuk është njohur kush është gjyqtari, ashtu nuk isha njohur kush ishte gjyqtari i seancës. Kjo një çudi e madhe, nuk e di pse mund të ndodhi. Dhe unë padyshim kërkova pastaj që të shtyej seanca me qëllim që t'i komunikoj presidentit emrin e gjyqtarit, kush do ta gjykojë këtë, mbasi ai është në konflikt interesi me gjyqtarin. Dhe kjo ka qenë arsyeja për të cilën është gjyqtar është zonja Saida Dollani, e cila dhe ajo çuditërisht u habit si nuk ishte njoftuar avokat, pra në njoftim nuk ishte emri i saj, por emri kryesekretares së gjykatës. Normalisht ky është një absurditet që ndodh vetëm në drejtsinë shqiptare, besoj, nuk besoj se mund të ketë ndonjë precedent të mëparshëm. Ne këtë gjë e pam, e konstatuam që në momentin e parë, po sot ishim detyror t'ia vinim në dukje gjyqtares dhe padyshim pastaj që ajo të shtynte edhe seancën, prokurori kërkoi vazhdimin. Si gjithmonë që prokurorët janë kundër avokatëve, edhe pse ka shkeljet ligjit, gjithsesi është problemi i tyre dhe ne u caktuat data 23 ora 14 për të zhvilluar seancë e ardhshme që koincidon edhe me datën e seancës paraprake që do zhvillohet në po atë datë, në datën 23 në orën 12. Klodi, shiko, ju jeni gazetare vjetër, duhet kuptojmë diçka. Nëse të vjen një njoftim, një flet njoftimi për të paraqitur në gjykat, padyshim që është citohet emri gjyqtarit dhe sekretares. Sepse nëse unë do konstatoj papatueshmëri të kësaj gjyqtare apo gjyqtari me klientin ose vetë klienti do konstatoj, padyshim ti do bëj kërkesë për përjashtim ose për dorëheqjen e tij. Në kushtet që ne u ndodhëm përpara kur në sallë vini një gjyqtar të cilin ne nuk e dinim kush është, nuk kemi gjë me zonjën Dollani, absolutisht jo. Problemi qëndron që unë nuk mund ta zhvilloj seancën për respekt të procedurës të klientit tim, sepse do thosh, "Ok, dakor, ti e zhvillove, por unë nuk isha njohur me gjyqtarin." Kështu që zoti Meta nuk ishte prezent aty që ai të merrte vetë vendimin për ta vazhduar seancën. Dhe kjo besoj se është e mjaftueshme për të kërkuar shtyrjen e seancës. Po nga gjykata kushtetuese, a keni njoftim zoti Caknani kur do të shurtohet padija që keni depozituar? Shikoj, gjykata kushtetuese i ka kaluar afatet e parashikuara në ligj, 3 muaj që është parashikohet shqyrtimi. Ne kemi konstatuar që nuk ka dalë datë akoma, i kemi bërë kërkesë gjykatës kushtetuese që të zbatojë ligjin, sepse është presidenti i Republikës, jo se ishte qytetar tjetër nuk do ishte ndryshe, por duhet të vazhdojë procedurat sepse ne jemi për gjykatën e Strasburgut. Ne po bëjmë, e kuptojmë edhe dije gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, ne nuk presim asgjë nga gjykata shqiptare, duhet ta kuptojmë këtë gjë, larg asaj që nuk kam asgjë, por problemi që ndron këto gjykata janë të kapura. Janë të kapura dhe ne dhe zoti Meta e di shumë mirë, prandaj nuk paraqitet në gjykatë. Jo se nuk ka respekt për gjykatën, por ai e di shumë mirë që vendimet në këtë gjykatë i merren diku tjetër, thjesht gjyqtarët sa i lexojnë. Ne po bëjmë procedurën. Kjo është ajo që ne kërkojmë, asgjë tjetër. Prandaj dhe sot për shkak të procedurës, të respektit për procedurën dhe për veten tonë, ne kërkuam shtyrjen e seancës gjyqësore. Ne Klodi, po, do të kuptojmë diçka. Po flas çfarë mendon zoti Meta. Unë jam avokat dhe besoj tek ajo që bëj dhe bëj atë që besoj. Dhe mua më duhet, edhe pse unë e di shumë mirë pse mbahet zoti Meta në paraburgim. Dhe ju e dini, ju gazetar, dhe opinioni publik tashmë është i iluminuar për këtë pjesë, e di shumë mirë pse po mbahet. Problemi qëndron, mua si avokat më duhet të besoj. Unë jam në betejën time ligjore, sot kam revokimin, në datën 21 kam shuarjen, në data pra janë në vijimësi të gjitha anët procedurale dhe unë do t'i izauroj të gjitha procedurat për sa i përket çështjes së zotit Meta, sepse armët e mia këto janë. Kështu që duke besuar te puna ime, mendoj që zoti Meta duhet të lirohet patjetër për shkaqet të cilat edhe ligjore, por edhe për shkaqe të tjera të cilat ai nuk duhet të qëndrojnë në paraburgim. Kjo është, shiko, duhet kuptojmë Klodi. Ju jeni gazetare vjetër dhe ju gjithë jeni gazetar vjetër. Më thoni një precedent në Europë që presidenti i një vendi mbahet në paraburgim. Për akuza pretendohet që 20 vite apo 15 vite më parë. Më thoni një precedent që nga Sarkozy fundit e kujdo me radhë, që janë hetuar, gjykuar, dënuar madje në gjendje të lirë. Pse presidenti Meta duhet të qëndrojë në paraburgim? Dhe zoti Domani pardje ka deklaruar vetë që rrëmbimi i zotit Meta linte për dëshiruar, pra arrestimi i zotit Meta, nuk e tha rrëmbim, po arrestimi i zotit Meta për dëshiruar. Dhe kjo
zoti Dumani gjoja e kishte shqetësuar shumë, por në fakt nuk mori asnjë mas ndaj të gjithë atyre, mund t'i quajmë edhe bandit, pa uniform, policie, pa begjin e policisë, pa numër identifikimi, dhe avokati popullit e konstatoi që rrëmbimi i zotit Meta ishte një rrëmbim banditesc i tejkaluar çdo lloj procedure ligjore.